ka mjaft mekanizma të kontrollit që ekzistojnë sot në ligjet në fuqi, që në një farë mënyre nuk mundsojnë një keqpërdërim të tillë. Edhe sikur do të thotë kjo të ketë tendenca për të ndodhur, duke filluar nga kontrolli i obligueshëm i lëndës që ka parapo kodi i procedurës penale ku çdo 3 muaj secili kryeprokuror ka për obligim që të ulet së bashku me prokurorin e rastit dhe ta diskutojnë së bashku nëse ka vend për të shkuar tutje, pra sa i përket ndjekjes penale respektivisht zhvillimit të hetimeve në atë rast. Pastaj vendimet që nxjerrin prokurorët qoftë për mbyllje të rasteve, domethënë një fazë të hershme natyrisht që i nështrohen kontrollimit që bën prokuria e apelit në të gjitha këto raste. Prandaj nëse ka raste të tilla ku do të thotë prokurorët mbajnë me vite të tëra do të thotë raste nësirtare të tyre, konsideroj se kjo nuk është në rregull, nëse gjithmonë po supozojnë në supozimin që ka. A do të mbahen përgjes prokurorë të tillë? Absolutisht që do të mbahen përgjes prokurorë të tillë, për shkak se në kuadër të plotësim ndryshimeve të kodit të procedurës penale tek neni 84 është parapo po ashtu edhe që nëse në rastet kur prokurorët nuk marrin vendime në ato raste për 6 muaj, i dëmtuari ka të drejtë ankese dhe natyrisht që ajo ankesë pastaj i nënshtrohet kontrollit të prokurisë së apelit. Unë po shpresoj që gjithmonë të kemi hetime të pavarura, të mos do të thotë bim në situata të tilla, çfarë ju i theksoni, sepse kjo natyrisht do ta cenonte edhe vetë besimin e publikut në punën e prokurorit të shtetit. Për ta ngritur këtë punë duhet që hetimet të jenë efikase, të kryer në një afati sa më të shkurtër kohor, ashtu siç e parashojnë në standardet ndërkombëtare, Konventa Evropiane e Drejtave të Njerit, në mënyrë që secili rast të merr epilogun e duhur. Mund të ketë raste komplekse që marrin kohën e hetime, unë meqense kam punu për 12-13 vite, do të thotë prokuror vi nga operativa dhe di që ka raste që nuk mund të përmbyllen aq shpejt qysh kishte dashur me kërku qysh don publiku, por gjithmonë do të thotë të respektohen këto afatet kohore, sepse edhe hetimet për të zhvilluar natyrisht që kanë parapo një afat kohor, do të thotë brenda të cilit duhet të kryhen dhe të ketë një epilog secili rast. Kur jemi te lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, natyrisht që fjalën kryesore e ka Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës. Një fenomen që kemi vërejtur, për cilin kemi raportuar, ka të bëjë me mënyrën qysh nuk po respektohet një projekt shumë milionsh që është investuar në sistem prokurorial. Është fjala për smiljen, pra regjistrimin edhe menaxhimin në formë elektronike të lëndëve. Pse Prokuroria Speciale e Kosovës nuk e ka përditësuar pra punën përmes smiljet dhe a nuk kupton kjo që lëndët aty ndahen sipas dëshirës e jo ashtu siç kërkon sistemi? Kjo është një çështje që ne e kemi trajtuar në Këshill unë personalisht së bashku me kolegun tim, si antar të Këshillit e kemi trajtuar për më shumë se para një viti. Këtë e kemi trajtuar në raportimet që kanë bërë kryeprokurorët e shtetit, sipas raportimeve të rregulla pra që bëjnë në kuadër të Këshillit të Prokurorial të Kosovës, ku këtë probleme kemi kuptuar pikërisht nga deklarimi i zëvendës kryeprokurorit të Prokurisë Speciale, në atë kohë, i cili ka njoftuar Këshillin se smilja apo do të thotë regjistrimi elektronik i lëndëve nuk është duke respektuar në Prokurinë Speciale. Keni parasysh se kjo është një çështje që është ngritur edhe në raportin e progresit, mosbatimi i smilit në Prokurinë Speciale, në raportin që është nxjerrë pra vitin e kaluar, është një nga ato që është pas jemet. Konsideroj që kjo çështje është rregulluar me një rregullore të Këshillit Prokurorial të Kosovës sa i përket ndarjes së lëndëve. Dhe si e tillë nuk paraqet asnjë problem nëse e thirremi në aspektin teknik, që të zbatohet edhe në kuadër të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Unë edhe në takimin kur e kemi mbajtur dhe nëse s'gaboj ka pasur edhe një emision që është mbajtur nga betimi për drejtësi për këtë çështje, e kam treguar nevojën e cila ekziston për ta zbatuar këtë do të thotë regjistrim të lëndëve në mënyrë elektronike edhe në Prokurinë Speciale, sepse ky zbatimi i këtij sistemi elektronik të regjistrimit të lëndëve nuk është do të thotë problem në asnjërin prej prokurive. Lind pyetja që pse shumë lehtë kjo rregullore zbatohet ta zëm tek Departamenti Special në kuadër të gjykatës themelore në Prishtinë, ku lëndët speciale shkojnë atje. Kjo do të arriste besueshmërinë, transparencën në kuptimin e ndarjes së lëndëve. Para se të ekzistojë
ky sistem për ndarjen e lëndëve dikur lëndët ndaheshin përmes rendit alfabetik. E kam prit atë kohë, sepse vetë në kur jam zgjedhur prokuror në atë mënyrë janë nda. Por gjatë kësaj kohe si ka bërë ndarjet e lëndëve prokuroria speciale? Nga ajo që kam kuptuar nga prokuroria speciale është që atje ndarja e lëndëve bëhet përmes një vendimi, pra nga ana e kryeprokurorit që nxirret se cila lëndë kujt do t'i takoj. Nuk konsideroj se kjo është në rregull kjo mënyrë e ndarjes. Atë ketë përgjithësi sepse kjo bie në kundërshtim me Unë kam rregulloren dhe kërkuar reflektim nga ana e prokurorisë speciale në atë kohë kur është bërë raportimi me të kuptuar këtë. Dhe tani më shumë shpejt do të fillojmë edhe me raportimin e kryeprokurorit të shtetit që do të vinë pranë Këshillit Prokural për të raportuar për punën e tyre për vitin 2025. Unë kam dërguar një email dhe kam kërkuar që ata shumë shpejt të përgatiten. Në të ardhmen këto raportime kur të bëhen, do të bëhen pra në numër më të pak të kryeprokurorit në mënyrë që të kemi mundësi që të diskutojmë problemet, sfidat që ata kanë shumë më tepër dhe një nga çështjet që do ta diskutojmë pikërisht me prokurorinë speciale do të jetë edhe kjo çështje se si po bëhet tani kjo ndarje dhe natyrisht nëse kemi shkelje, respektivisht mos respektim të rregulloreve që kanë nxjerrë Këshilli Prokurar i Kosovës, nuk është më rëndësi se nga kush do të vijë, qoftë nga Prokuroria Speciale apo nga kush do tjetër, natyrisht që do të ketë edhe llogaridhënie dhe përgjegjësi dhe natyrisht që për këtë do të njoftohet edhe autoriteti kompetent për të marrë veprime, sepse rregullorët nuk janë aty për të zbatuar në mënyrë selektive sipas trajtës dëshirore, por janë aty për të zbatuar ashtu sikurse janë. Nëse një rregullore nuk është në rregull ose paraqet problem për të zbatuar, rregullorët nuk janë kushtetut, shumë lehtë mund të ndryshohen dhe si tilla ne asnjëherë nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë nga Prokuroria Speciale që rregullori atill pra të ndryshohet. Prandaj po besoj që në të ardhmen të ketë reflektim edhe nga ana e Prokurorisë Speciale dhe që të fillojë që të bëhet edhe ndarja e lëndëve atje sikurse në çdo prokuri tjetër, sepse SMIL-i, si quhet pra ky regjistrimi elektronik i lëndëve, i ndan lëndën sipas sistemit të rastësisë. Dhe secila lëndë që vije ka lënë së pari nëpër regjistrin që ekziston brenda asaj prokurie dhe vendos në mënyrë të barabartë shpërndarjen e lëndëve në mënyrë që mos të lënë edhe hapësirë, do të thotë për paknatësi brenda vetë kolegëve prokurorë që ekzistojnë në atë prokuri.